Edhe 71 e thot në një moment, po ky është sinkronisht shkurtër, sepse zotëria Polës në sondazhin që u bëm dje ishin 7 qarqe të mëdha që prodhojnë 114 nga 140 mandatet e parlamentit. Megjithatë në fund ai bëri sepse nuk i kishim rezultatet e qarqeve të tjera, ai 5 qarqeve të tjera tha që ne i kemi analizuar dhe nëse Partia Socialiste nuk merr 14 mandate që ka marrë në këto qarqe, ishte qarku i Lezhës, Beratit, Dibrës, Gjirokastës dhe Kukësit që nuk ishin të pasqyruar, por nëse Partia Socialiste merr 14 ka shanse të marrë 70 apo 71 për ndryshe, nëse merr 12 në këto qarqe, Partia Socialiste del diku te 68. Shkurt muhabeti, pra, domethënë përmbledhja e të gjithë analizës statistikore e zotërisë është që gara ende nuk është e mbyllur. Ju shpresoni ose mendoni që të kemi një qeveri pakice apo një palë zgjedhje të dyta duke pas parasysh që kryetar partish të reja thojnë ne nuk bëjmë koalicion as me Berishën, as me Ramën e tjerë? Ne nuk kemi pse të kemi zgjedhje të dyta, se ne do kemi zgjedhjet 11 maj dhe 11 maj Edi Rama nuk do t'i bëj. Do dali forca parë PS-ja? 70 mandate dhe nuk do të bëj mazhorancën për të qeverisur vendin, sepse qytetarët duan ndryshim dhe ndryshim do të votojnë në datë 11 maj. Tani, kemi të bëjmë me një situatë të tillë, për çdo shikues që na ndjek, vetëm 30 sekonda vëmendje. Para 6 muajsh kryeministri ka thënë që unë do ta mund Partinë Demokratike më keq se në 97, me 100 mandate. Ka qenë Edi Rama ky që ka thënë. Para 3 muajsh tha do të marrë mazhorancë kushtetuese 93 mandate. Para një 2 muajsh e zbriti në 84 mandate fitoren e tij. Para një muaj e kishte 80-77, e zbriti në 74, sot na ka dalë me teorinë që qielli me tokën të puqen thot 71 mandate ne nuk i lëm, dhe sondazhistët thonë që mundet edhe t'i marrë 70 mandate. Ky moment që po ju ilustron regjia është prirja në rang kombëtar, ku në datë 28, pra dje, Partia Socialiste është 45.5% dhe ju jeni 36%. Me të drejtë kolegja dhe redaktoria e programit Yela Meçani më kujton atë që tha zoti Noto dje se në këto 2 javë rezultati mund të ndryshojë maksimumi 3 deri në 4%, që do të thotë nëse po marrim maksimumin për të bërë qefin juve apo për efekt analize, nuk është çështje qefi, efekt analize. Nga 45 Partia Socialiste do të shkonte në 41 dhe nëse po ju japim juve këtë 4% dhe po themi 36 shkon në 40, prap socialistët dalin forcë parë. Unë e di që ashtu ju dalin juve llogarit, po nga ana tjetër harruat dhe marzhin e gabimit që ka çdo sondazh, që ka një marzh gabimi që është krejt normale, që nuk është ashtu. Dhe ne vim nga një takim ku kemi qenë bashkë me Klevisin, Klevisi i lidhur online, unë isha se ishte në terren, unë sot qëllova që isha aty në sallë, me që pyetët strategjinë. Me krye strategun e fushatës tonë, Kris Lasivita. Një ndër porositë që na u la edhe në mbledhje, se u lanë disa detyra specifike për gjithë kandidatët, ishte, ju lutemi shumë, mos harxhoni as edhe një sekond kohë me sondazhet, por vjoni punën terren, takoni qytetarët, vazhdoni shpalosni programin, flisni për ato probleme që kanë qytetarët, se nuk janë sondazhet problemet e qytetarëve, as lobimi i patriotëve shqiptarë, shpjegojni programin dhe flisni për 11 majin, sepse, mori shembullin konkret, po të ishte kështu, në SBA, para 5 nëntorit kur u bën zgjedhjet në 2024, as edhe një sondazh nuk parashikonte fitoren e presidentit Trump, as edhe një i vetëm, madje dhe kur janë mbyllur qendrat e votimit, të gjitha sondazhet paraprake i jepnin një fitore të ngushtë të kandidates Kamala Harris. Rezultati pas disa orësh provoi që ishte fitoria mbase më historike për republikanët që morën Kongresin, Senatin, morën dhe votën popullore. Kështu që ky është një fakt që na vjen vetëm para 5 muajsh, na vjen nga SBA-ja dhe na vjen nga njeriu që ka udhëhequr atë fushat të Trumpit, Kris Lasivita, i cili qëllon që udhëheq sot fushatën elektorale tonën. Unë nuk po i hy vërtetësisë së sondazhit, shifrave etj, por edhe nëse marrim ato raste hipotetike që ju thoni që shkon rrot më rrot PD-ja me PS-n, unë prapë po ju them me bindje absolute Edi Rama nuk e bën mazhorancën dhe nuk do të bëj 70 mandatet që mund t'i duhen. Këtë e shohim çdo ditë në terren. Unë juftoj dhe ju si emision, mbase mund keni një interes për të bërë ndonjë ditë ndonjë kronik, juftoj të më kontaktoni mua, Klevisin apo çdo kandidat Partisë Demokratike, të bëjmë një sondazh në terren.
merr një kandidat të PS-s dhe një të PD-s dhe një të PS-s dhe hajde dalim në rrugë. Takojmë për një orë këdo qytetar që ju mendoni. Sondazhet bëhen kështu, sondazhet ka metodologjikë. Hajde të shohim, patjetër më them sondazhe për publikun, për të parë publiku qasjet, reagimet, ndërveprimet. Hajde të bëjmë sondazhe më patjetër, ose marrim analizë fare. Jo, po them, hajde ta bëjmë dhe hajde ta shihni se çfarë diskutohet në terren. Ju nuk gjeni dot rrugëve të Tiranës një kandidat Partisë Socialiste që të jetë në takime me qytetarët. Një vetëm, nuk e gjeni dot. Sot në njësinë numër 1 ku kandidon ministri i brendshëm ka kërcit Kalashnikovin Alidem. Është kandidat për deputet në atë zonë, është ministri i brendshëm dhe kanë dalë njerëzit me armë në përzyra elektorale. Kështu që thënë këtë, sondazhi më i mirë është çdo ditë ajo që ne bëjmë me këto fletushkat, në këtë rast të dy kemi të njëjtën paketën e dëmshurisë, 9 pikat kyçe, minimumi etik, rroga minimale, rroga mesatare, ulja e çmimit të energjisë elektrike, ulja e çmimit të naftës, edhe gjithë pjesët e programit që prekin drejt për drejt xhepin e qytetarëve shqiptar, dhe ky është sondazhi më i mirë që ne kemi. Për shifra, analizojmë sa të doni ju, futemi sondazh si të doni ju, por praktika na thot, vetëm 5 muaj më parë. Do të thënë strategjia juaj rrëzon të gjitha sondazhet që ndodhen në SBA. Dakor. Strategjia juaj e strategjistit, kryestrategjistit të Donald Trumpit dhe tuaj është vetëm para 4 orësh kjo. Po. Dakor. Ka ndodhur vetëm para 4 orësh. Është që juve të fokusoheni te programi 100% ke takimet me qytetarët, ke fushata der në der, ke takimet me biznesin e vogël, ke takimet me grupet e interesit, ke takimet me të rinjt, ke takimet me qytetarët, ke fakti që duat ju shoft lodhur rrugëve gjithë ditën. Nuk keni punë të rinj as në përzyra, as punë në terren, takoni vetëm njerëz, sa më shumë. Shpjegojeni këtë program, që është një program i mrekullueshëm, duke parë dhe një avantazh që palja tjetër nuk ka program. Pra është një diferencë kolosale. Po më jep fjalën se jo, mbarove. Pas më dhe fjalën se marr dotun. Po sarta kanë drejtuar dorë më se jo gjithmonë din kamera ç'ta bëj me dorë kështu. Nuk kam në tipun të argjit se nuk do të merrem me Blindin, thoj Blindi më tash po ndërhyjnë te unë. E kemi